Një gjë që parashe ky projekt ligj është edhe krijimi i divizionit për konfiskim civil në gjykatat themelore të Prishtinës, po një gjë e tillë nuk vazhdon edhe në shkallë të dytë në gjykatën e apelit. Pse specializimi gjyqësor nuk duhet më ndalë veç në shkallë të parë, po duhet jetë edhe në apel? Ky është një paradoks, ky është definitivisht një paradoks shumë i madh, që është brenda përbrenda këtij projekt ligji. Tash, për siç shihet nga fryma e projekt ligjit po thotë që këto raste janë të komplikume, apo jo? Dhe po thotë që për trajtimin e tyre nuk mjafton veç divizioni civil. Një divizion i specializuar në kuadër të departamentit të përgjithshëm gjykatës themelore në Prishtinë, që supozohet që aty do të ketë gjyqtar të specializuar për këtë çështje. Shkolla e dytë, ndaj vendimeve të shkollës të parë të këtij divizioni, shkolla e dytë secila pej palëve në procedurë ka të drejtë ankesa në shkollë të dytë. Shkolla e dytë i ka të gjitha autorizimet me vendosur në raport me gjendje faktike, shkeljen e drejtës materiale etj. Dhe supozohet që shkolla e dytë ka një profesionalizëm më të lartë. Dhe edhe kriteret për të avancuar në gjykatën e apelit janë më të larta se sa për të punuar në gjykatën themelore. Dhe tash ne kemi specializëm në gjykatë themelore, nuk kemi në gjykatë apelit. Potencialisht do të mund të pranohej e kundërta, që ti trajton të divizioni përgjithshëm në departamentin e përgjithshëm në shkollë, ndërsa në apel të ketë një standard më të lartë. Dhe jo do të thotë që ndodhe kundërta, që standardi më i lartë të jetë në gjykatën e shkollës të parë dhe jo të jetë në gjykatën e shkollës dytë. Për këtë arsye, nëse kemi specializim në gjykatën e shkollës së parë, definitivisht duhet kemi specializim edhe në gjykatën e shkollës dytë. Pse sipas gjetjeve të IKD-s ju kërkoni që gjykata fillimisht me konfirmu propozimin që vjen nga byroja dhe vetëm pastaj barra e provës me kalu te pala? Në sisteme të pasurisë pa justifikueshme, është e natyrshme që barra e provës automatikisht, po barra e provës i kalon subjektit që është në verifikim. Është e natyrshme, do thotë sistemi është i tillë që ai ta justifikojë pasurinë e tij. Megjithatë, kjo nuk duhet ndodhë në mënyrë automatike. Për shembull, ta marrim një shembull krahasues me procedurë penale. Në procedurë penale ngritet një akt akuzë, është faza e deklarimit të fajësisë në shërtim fillestar, më pastaj është faza e kundërshtimit dhe konfirmimit të akt akuzës. Çfarë ndodh në këtë fazën e dytë? Gjykata, për me qenë më e thjeshtë, e shqyrton nëse ka çështje për të gjykuar, nëse ja vlen që kjo çështje të shkojë në gjykim apo jo. Dhe nëse konfirmon që po, akt akuza e prokurisë ka dyshim, ka çështje etj, atëherë shkojmë në gjykim dhe atëherë gjykohet çështja. Në rastin konkret, se si është ndërtuar projekt ligji, tregon se gjykata kujdeset vetëm për rregullsinë formale të propozimit. Dhe nëse formalisht është i rregullt propozimi, automatikisht barra e provës i kalon subjektit të verifikimit. Kjo nuk është standard dhe kjo rrezikon definitivisht sigurinë juridike dhe drejtat procedurale të gjitha palëve të përfshira në këtë procedurë. Çfarë duhet ndodhë këto? Duhet ketë një mekanizëm që byroja të obligohet që të paktën në aspektin e përgjithshme, mbi bazën e vlerësimit të gjasave, prima facie që i thojnë në drejtësi, ta provojë në gjykatë se në rastin konkret në bazë vlerësimit të gjasave ka dyshim për pajustifikueshmërinë e pasurisë. Pra, ta bind gjykatën se në rastin konkret kemi çfarë të shqyrtojmë dhe kemi çfarë të gjykojmë. Dhe kur të merret një konfirmim i tillë nga ana e gjykatës, ndaj atij vendimi për konfirmim të ketë drejt në gjykata të apelit, drejt ankesën në gjykata apelit, dhe vetëm pasi të konfirmohet ky propozim, më pastaj barra e provës duhet i kaloj subjektet të vlerësimit dhe në procedurë gjyqësore më pastaj subjekti e ka personi zyrtar në rastin konkret e ka barrën e provës për të treguar se pasuria ime është e justifikueshme, por jo automatikisht. Jo byroja do të thotë vetëm ti listoj, ta dërgoj në gjykatë, dhe më pastaj pjesa tjetër i takon zyrtarit. Kjo nuk duhet të ndodhë. Duhet që edhe të paktën në nivel të përgjithshëm ta argumentoj byroja nevojë, bazueshmërinë e kërkesës së saj, se ka çfarë për të gjykuar në rastin konkret dhe më pastaj
bara e provës t'i kaloj subjektet të vlerësimit.